Nëse vuani nga diabeti, 9 ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi shumë e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që shtoni në dietën tuaj duhet të jetë i duhur, sipas ekspertëve të Healthline për të menaxhuar më mirë llohatjet e sheqerit në trup. Në këtë video, sipas Diabet Care, do të rëndisim ushqimet më të mira, të cilat mund t'i keni pjesë të dietave tuaja ushqimore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por si gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist dhe të bëni gjithashtu dietën që ju përshtatet më mirë në rastin tuaj individual. Sipas ekspertëve, këto janë ushqimet më të mira për personat që kanë llohatje të sheqerit. Peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira të acideve yndyrore omega-3, acideve DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë gjithashtu në një shëndet më të fortë të zemrës suaj. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide do të mbrojnë gjithashtu qelizat dhe do të reduktojnë inflamacionin, duke përmirësuar edhe qarkullimin e gjakut. Ushqimet e gjelbra mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik. Perime të tilla siç janë për shembull spinaqi, lëmpjeta, sallatat, janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi dhe nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura me vitaminën C, që luan gjithashtu një rol të rëndësishëm edhe në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanella është një produkt mjaft i rëndësishëm i dietave tuaja. Kanellat janë të pasura me antioksidantë të cilët do të mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e inflamacionit në gjak dhe gjithashtu edhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Ndaj, produktet të tilla sigurisht që do të jenë një nga alternativat më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit. Një studim tjetër vuri në duke se kanella arrin të ulë nivelin e kolesterolit dhe të triglicerideve në trupin tuaj. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të ndryshuar rutinën tuaj ditore, duke ndihmuar ndjeshëm në menaxhimin e diabetit. Përveç se të mbajnë të ngopur për më gjatë, nëse konsumohen rregullisht, ato ulin në riskun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë gjithashtu në prodhimin e kolesterolit të mirë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj është edhe konsumi i kosit. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mira për personat që vuajnë nga diabeti. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit do të ekuilibrojë gjithashtu nivelet e sheqernave dhe do të parandalojë sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që ai përmban. Tek personat me diabetin në tipi 2, kosi ndihmon për të rënë nga pesha dhe ndihmon që të keni gjithashtu një sistem imunitar më të fortë edhe më të shëndetshëm. Arrorët gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti, duke ndikuar drejt për së drejti në cilësinë e tyre dhe duke mbajtur larg edhe komplikacione të ndryshme. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me element ushqyes. Të gjitha arrorët përmbajnë gjithashtu fibra të cilat treten lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre mund të reduktojë inflamacionin dhe të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe quhet edhe si balsami i zemrës. Ai përmban gjithashtu acide yndyrore të cilat do të ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që është të parë se janë të larta dhe në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipi 2. Gjithashtu, vaji i ullirit mund të ekuilibrojë nivelet e gjakut në shëndetin tuaj dhe të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Ekspertët e Healthline shtojnë në një zëri se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër në dietën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur edhe një shëndet më të mirë. Një planifikim i duhur ushqimor për diabetikët duhet të përfshijë marrjen e ushqimeve të shëndetshme, në sasi të konsiderueshme dhe të respektojë orarin e ngrënies. Në përgjithësi,
Një ditë e shëndetshme për diabetin përfshin ushqime të larta në yndyrna, fruta, arror dhe perime. Sipas ekspertëve të American Diabetes Association, është një listë me ushqime të cilat janë në kyçe për shëndetin e mirë nëse vuani gjithashtu edhe nga diabeti. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni perimet me gjethe jeshile. Perimet jeshile janë ushqyese dhe me pak kalori dhe gjithashtu janë të dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndihmojnë trupin të mbajë nivelin e sheqerit në gjak në nivele më të qëndrueshme. Zarzavate të tilla siç janë për shembull spinaqi, lakra, brokoli, duhet të përfshihen në dietat e personave që vuajnë nga diabeti, duke ndikuar kështu në një menaxhim më të mirë të shëndetit dhe duke evituar komplikacionet që shkakton diabeti. Frutat. Frutat janë burime thelbësore të vitaminave, mineraleve dhe fibrave që përmbajnë kalori dhe natrium. Disa fruta përfshirë këtu edhe në planin tuaj ushqimor dietik mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj, duke ndihmuar në menaxhimin më të mirë kundër luhatjeve të papritura. Frutat më të mira të cilat mund t'i shtoni pa frikë në dietën tuaj janë mollët, portokalli, dardha, kivi, pasi kanë nivele të ulta të glicemisë në përmbajtjen e tyre. Ushqimet me proteine gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin dhe organizmin. Disa ushqime të cilat janë të pasura me proteinë mund të jenë një zgjidhje e mirë, por jo të gjitha prej tyre. Ndaj konsumi i dur i produkteve ushqimore në dietën tuaj do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë ato me proteinë të bazës bimore, të cilat janë arrat, fasulet, frutat, gjithashtu peshku, pula, palëkur, vezët, bulmet pa yndyrë e të tjera. Edhe karbohidratet mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Trupi ka nevojë për karbohidrate për të funksionuar në mënyrën e duhur, duke pasur kujdes me sasinë e marrjes së karbohidrateve. Disa ushqime gjithashtu mund të ndikojnë në përzgjedhjen tuaj ushqyese, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Niseni ditën tuaj me produkte fantastike dhe do të mbroni organizmin tuaj në tërësi. Në dietën tuaj mund të shtoni bulmetin me pak yndyrë ose pa përmbajtje të shtuar të saj. Gjithmonë, duhet të varet nga produktet e qumshtit me pak yndyrë ose pa yndyrë për të ruajtur nivelin e sheqerit në gjak. Zgjedhja më e mirë e bulmetit është kosi me pak yndyrë, 1% ose qumësht i skremuar, gjiza me pak yndyrë. Farat dhe arrat gjithashtu mund të jenë në ndihmë të shëndetit tuaj dhe të mbajnë larg komplikacionet e tij. Disa fara plotësojnë edhe bollokun dietik. Personat diabetik këshillohen të marrin fara dhe arra të ndryshme si farat chia, ato të kungullit, lirit dhe arrat për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Këshillohet të mos i shtoni produkte të tjera, por t'i konsumoni ashtu siç janë për të evituar komplikacione në organizëm dhe për të evituar gjithashtu rëndesat më të mëdha të tij. Siguroni që të shtoni gjithashtu në dietën tuaj dhe vajin e ullirit. Është e rëndësishme të zgjidhni vajin e dur që përgatitet nga produkte natyrale. Dikush duhet të zgjedhë vajin e ullirit ekstra të pastër për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Ai përmban acidin oleik që përmirëson menaxhimin e glicemisë dhe ndihmon në uljen e niveleve të triglicerideve. Vaji i ullirit mbron trupin kundër sëmundjeve të zemrës. Person me diabet duhet të kufizojë pijet për të ruajtur nivelin e kalorive, sheqerit, kripës dhe yndyrës. Zgjedhjet më të mira të pijeve për diabetin janë uji, çaj jeshil, sasi të vogla të verës, por gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun specialist për të bërë përzgjedhjen e dietës individuale e cila është më e përshtatshme në rastin tuaj shëndetësor. Gjithashtu në dietën tuaj shtoni arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjedhje e mirë. Çdo lloj arre përmban sasi të mira të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrna njihen edhe për përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj në bazë natyrore ditore. Çaj jeshil ose të zi, për sa kohë është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Është e rëndësishme që tërshëra, kanella dhe çokolada e zezë të konsumohen në dietën tuaj brenda rekomandimeve të duhura të mjekut. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.